pse s'ka më sondazhe në mediat shqiptare për spakun, që nxirrnin se mu gjend këtë çekiçi këtu, çekiçi i drejtësisë. Nuk ka sondazhe që nxirrnin spakun më të besuar, një institucionin 99% besuar në Shqipëri, herojt e fëmijëve tanë. Nuk ka më kështu. Interesant shumë. Asnjëherë asnjë gjë nuk ndodh rastësisht në media. Por nuk ka, sepse spaku ka hallet e veta dhe është në mors kështu. Në mors do të thotë e kanë fut ndërkombëtarët i kërkojnë me çdo kusht që të merret i çik me kryeministrin, me zëvendësen e tij. Spaku s'do që të merret, nuk merret dot, edhe është në mors. Por, sigurisht nuk është se janë të pafajshëm dhe ndërkombëtarët, po sot ka dalë një lajm shumë interesant në median britanike, Daily Mail, e famshme media. Ju që jeni që jetoni në Britani të Madhe, duhet ta dini, futuni, komentoni këtu, kërkoni lajmin, lexojeni, mos e kërkoni shqip, se përveç një media dy nuk e gjen vend tjetër. Një element i krimit, ndoshta i përzirë me krim, nuk e di se ndoshta është vetëm i dyshuar, po kishte dal para gjykatës në Britani edhe kishte bërë deklarata spektakolare para drejtësisë britanike, ka shashtis gjyqtarët atje, kur thoshte që unë thotë kam ik nga Shqipëria, do shte azil, po zhvillohet gjyqi për të marrë azilin se nuk do të vinë në Shqipëri. Edhe thotë në Shqipëri, thot elementi i botës krimit, po e themin thonjza, unë kam shpëtu, thot kam pas çështje atje, thot, kam pagu lekët gjyqtarit, edhe kam mbyll çështjen, thot, edhe kam ardhur këtu, thot, se du azil, sepse ata që duan të mvrasin mu, fiksohen e këtë, ata që duan të mvrasin mu, e ka thënë shprehimisht kështu. Jo njerëz thot që vrasin njerëz thot me porosi për kryeministrin e për ministrin e brendshëm. Tani nuk e di fiks ngjarjen se për kur e ka fjalën, në kohën e kujt ministrit brendshëm. Kush ka qenë kamarier në ministrit brendshëm në atë kohë që bote porosi për vrasjen që thot ky, por e thot shprehimisht në një gjykatë angleze të Britanisë Madhe që kryeministri i Shqipërisë dhe ministri i brendshëm paguajnë vrasës me pagesë. E thot nuk shkoj dot, më jepni azilin. Tani sado që ta egzagjerojnë ky, se ka që thonë, e egzagjeron se është në hall, sado që ta egzagjerojnë, ai nuk është i çmendur, sa ai ka thënë që unë jap prova dhe do i kërkojnë prova ata për azilin. Pra është një element i kësaj botës errët që unë nuk jam gazetari kronikës dhe s'merrem fare, po unë këtë çështje po e diskutoj për çështjen e drejtësisë në fakt, se s'kam lidhje me këtë të bëjnë kokat e njëri tjetrit të hangshëm. I pas kam pas bë atentat një herë në Shqipëri në 2020-ën, edhe ka shpëtu se ju ka lak baruti atij tjetrit dhe se ka vrarë dot. E gjeni këtë si lajm, e gjeni këtu. Dhe atëherë e ka pas raportu policia si fillimisht si vet plago, si e kujtun kështu. Edhe ka hik ky robi, ka pagu dhe gjyqtarët tu, i ka marrë, i ka korruptuar, ka thënë shqipët, i kam korruptuar, thosa ashtu funksionon atje, dhe ka hik në Britani. Tani, shkon spaku, sepse ai është dëshmitari i shumë ngjarjeve në Shqipëri. Këtë fiksojnë mirë, shkon spaku atje për t'i marrë dëshminë. Edhe ja merr dëshminë. Edhe s'ndodh asnjë gjë. Po që në 2023 ndoshta më duket mund të ketë ndodhur kjo si ngjarje. Dhe nuk reagon fare spaku, se siç duket ky, i ka thënë spaku që ore kryeministri porosit vrasje, ministri i brendshëm porosit vrasje, kujtun, ose bashkëpunojnë me grupe të tilla, çfarësi ka. Dhe ka hik spaku me vrap, ka thënë amon mos fol më dhe ka hik. Tani çfarë bëjnë britanikët, e kanë si stil. Kur e shohin që drejtësia i një vendi është kështu, e kapur, që nuk vepron, si spaku jo, ata çfarë bëjnë, nxjerrin në media, e bëjnë publike. Ky lajm tani nuk u pasqyru fare në median shqiptare. E kishte bëj lajm Top Channel e kujtun TPZ-ja këto, marrë nga topi këto të gjitha, po asnjë media
Edhe gjoja që ky po bën loj për të marrë azilin atje, kujtun budalishë, siç thonë këta, që normalisht s'ka asgjë gjë të keqe se ai azilin po e kërkon, nuk po e kërkon fshehtas azilin. Po e kërkon azilin duke ofru prova. I thot, m'jepni azilin mu, anglezve, më çoni në Shqipëri edhe dëshmoj unë pastaj. Po sigurisht si qytetar anglez, jo si person që mund të kapin e të paketojnë këta. Pra në këtë situatë është drejtësia jonë sot në Shqipëri. E kishte Daily Mail edhe thoshte, shikoj se përta e lexoj që këtë lajm, e kam postu dhe në Facebook, edhe këto mediat shqiptare që tani thot. Më kanë tentu të më vrasin, thot, por nuk kanë mund, ju kam shpëtu, thot, kryen atentate. Thot për grupin që ka dash ta vras, kryen edhe atentate për gjyqtar dhe politikan, pra për llogari gjyqtarësh dhe politikanësh. Nuk porosiskan vetëm politikanët, por porosiskan edhe gjyqtarët. Është interesante shumë kjo, po çfarë media kemi. Shihni televizor, vazhdoni shihni ato emisionet e darkës, jo. Edhe këto tam-tamet e pushtetit. Tentativa pas kanot 29 nëntor 2020-s, pra një karburanti, kanë gjujt 3 pluma nga ndaj këtij, një e ka godit në dorë, edhe në 13 pjesë tjera, ku që thot. Sekond. Ky Azizi u shuka ky, ka deklaruar në gjykatën britanike se ka paguar për të mbyllur çështjen e telefonit, ka pasi një çështje të hapur në gjykatë për telefonin, dhe ka këmbgul se nuk kishte asnjë gjë të gabuar në mbylljen e çështjes. Kjo është metoda, thot, paguan para për të mbyllur çështjen e telefonit, nuk kam mashtru, kam korruptu, thot. Do thotë se e qunë gjë normale ai, thot atyre që shisa normale është në Shqipëri, nuk kam mashtru, s'kam gënjy, ka qenë e vërtetë ajo, kam pagu, kam korruptu, thot. Nëse ka një dënim me burg dhe do të hiqet, pagun. Nëse ke i dënim me burg dhe do që të hiqet dënimi, pagu lekët dhe mirupafshim. Ka insistuar, thot, se do të bashkëpunonte me drejtësinë për dëshmun në Shqipëri. Kam dhënë, thot, deklarat të plot prokurorëve shqiptar, për këto që thash më para unë, i kanë shku këta të Spakut ose ndoshta prokuror tjetër që si ka, drejtësia shqiptare, edhe ju ka thënë të gjitha çfarë ka ditë, këto që po themi në lajme. I thonë ata, thot, nëse mendon, thot, ishi ky grupi rival, thot, që duan vrasin ty, thot, janë kaq të rrezikshëm, thot, pse s'kan kërcënuar, thot. Ti thu, thot, i thot gjyqtarja, çfarë si ku nuk e di çka ka qenë. Kanë fuqi të vrasin njerëz ndërkombëtarisht, megjithatë nuk ka asnjë provë që të kenë bërë ndonjë kërcënim ndaj teje apo jo. Ai thot, këta njerëz kanë kryer vrasje për kryeministrin me urdhër të tij dhe gjithashtu për ministrin e Brendshëm. Un kam prova. Ata thot nuk të paralajmërojnë, vetëm vinë edhe të vrasin. Herën tjetër që erdhëm qellon nuk më paralajmëruan. Pra kur më bën atentatin herën e parë, thot nuk kanë paralajmëruar. Nëse pak rëndësi ka kjo, se kjo është si shembull, as se kam iden fare se as kush është ky, as kush janë ata që duan të vrasin këtë. Por e kam te drejtësia jon, te Spaku, te këta. Janë një zero me bisht. Janë më keq se Edi Rama. Në ca raste ka drejt ky që i shane, që i sulmon, se janë më të poshtër se sa Edi Rama. Drejtësia e Spakut. Gjithë llapaqenet që kanë bërë deri tani Spaku e bëj vazhdojnë nëpër media, që kujtojnë se do të shpëtojnë Spaku Shqipërinë, se kanë ide fare se çfarë ndodh. Sepse mashtrohen nga media, me propagandë, me ato sondazhe që bënte Euronews që e nxirrte Spakun një institucionin më i besuar se sa institucionet fetare. Pra,
xhamiat plot në Shqipëri, I keni pa vetë, kishat plot, në to teqe të babamundit besoj se duhet kenë dhe ato njerëz. Këta njerëz që shkojnë javë për javë, diel për diel në kishe, të premte për të premte në xhami, kishin besim, sipas sondazhit të Euronewsit, kishin besim më shumë te spaku se sa te Zoti. Se e fusin, nuk e kam kuptuar asnjëherë atë sondazh, pse e fusin Zotin aty, mos e fusin fare, merren institucionet, drejtësia, spaku, që janë ato qeveria, kjo ministria, ajo ministri, opozita, ti vishin mbrapa dhe mos fusin institucionet fetare. I fusin institucionet fetare për t'u hedh trut e gomarit, është luftë psikologjike, propagandë psikologjike, për t'u hedh trut e gomarit ignorantëve, siç u kanë hedh, që shiko, edhe institucionet fetare nuk janë kaq të besueshme sa spaku. Pra kaq. Prokurorët e spakut janë milionerë. Gjithë e thonë, gjithë e dëshmojnë, do dalin akoma gjërat të reja, se edhe në dim në gjë nuk ose pavarësisht se ruajnë, mulojnë ata, janë milionerë dhe dëshmi të tilla që si marrin parasysh, ka me qindra me dhjetra raste. Më e fundit është denoncimi publik që ka bë Arben Ahmetaj për një projekt skandaloz, unik, që ishte ajo e Smart City. Këto kamrat që shihni kur ecni rrugës në kjo rruga Elbasanit ka, po ka edhe nëpër Tiranë tani, kanë filluar me vënë kamera, ca kamera kështu si trumbullakta, si top kështu, që janë për survejimin e njerëzve, edhe ca kamera si tip 4 orësh kështu, ato janë për shpejtësinë e makinës. 2.000 euro, 5.000 euro kushton një nga ato kamera për të përgju shqiptarët. Dhe sot, nuk ka asnjë hetim spaku për këtë punë, dhe sot Edi Rama është në Abu Dhabi, ka taku drejtorin e kësaj kompanisë që I ka dhënë tenderin 118 milion.5 euro. 118 milion euro për t'ju përgju, për t'ju surveriu gjithë dhe bashkë neve. Dhe asnjëherë nuk ka denoncime. Shife si ka qenë denoncimi, ashtu nuk ka hetime se denoncime ka. Shife si ka qenë ai denoncimi I Arben Ahmetajt kur ka qenë te ai emisioni I Syri te Çimi. Edhe thot, një kamer trupi për efektivet e policisë që manë policët të kur u kapin që unë alën rrugës ose kur ka konfrontime me qytetarët e në për protesta ndoshta besoj, kushton $15.723. Ndërsa një kamer për monitorimin e trafikut, kjo rumbullakja më duket, jo, ajo katrorja, arrin vlerën $52.000. 7 herë më e lartë, 7 herë më e lartë se sa është vlera e tregut. Pra $52.000 në rrugën sa kalon tunelin për në Elbasan, keni ja 3 copa 4. Më duket janë 4 copë, nga 50, sa I bi, $200.000 për t'ju monitoru që ajo rrugë të mjaftonte vetëm një të kishte, po mjaftonte që t'ishte me çmimin real jo 7 herë më e shtrenjtë se sa është. Keni edhe këtej në autostradën kur ikën për në Vlorë, ka në Lushnjë, në Fier, në disa vende. Ky ka qenë abuzimi financiar. Edhe denoncimi tjetër që ka pas bë Ahmetaj, që spaku nuk lëviz kishti, kontrata I jepet një kompanije jashtë një vendi antar të NATO-s. Pra, një kompani nga Abu Dhabi, pronarët e cilës dihet kush janë e qysh janë e si. Nga një shtet që nuk I nënshtrohet rregullave të sigurisë të Aleancës Atlantikut Veriut që është NATO-ja, ka marrë në dorë monitorimin ton qeliz në qeliz. Sikur hecën kam në për qytet, sikur hecën me makinë në gjitha rrugët. Ajo është një kamer që të kap edhe këto rrezet e syrit. Të kap ajo.
Sot Rama është atje. Ky se është ndru, se unë e kam menjen akoma, sigurosh Altin Dumani, kryetari i SPAK-ut, ka ardhi tjetër, po ky është në gjumë, ky është si Bamir Topi. Ky kreu i ri, ky flet me heshtje. Nuk ka deri tani as si lloj lëvizje, as si lloj gjëje, megjithëse i kishim thënë këtë herë në Amerikë që me trafikun e me këto do merresh e çik. Por që ta shohim se sa do merret. Janë, e ka thënë atëherë, e ka thënë ke denoncimi vet Ahmed, e ka thënë janë 2239 kamera të një lloj teknologjie. Edhe janë marrë me teknologji hostile armiqësore. Ka po kështu ky shpjegim që pse rrezikon sigurinë kombëtare. Kanë bler 3816 kamera trupi. Kamerat e trupit, pra këto që kushtojnë zot na ruaj, $15,000, një kamerë trupi, $15,000. Pra nuk bë rroga e policit. Menojeni tani se çfarë afere mund të jetë kjo. Tu tjetë rroga e policit €1.200, €1.300 në muaj, që të bëj sa kamera. Pra për një vit, rroga e policit du të blej një kamerë. Nuk është kur. Nuk duhet sa 3 vjet ose 4 vjet rrogë, se sa i kanë rrogat ato çka. $15,000 një kamerë trupi. Do një çmenduri që mund të ndodhë vetëm këtu ke na. Kjo Smart City është një projekt që kritikohet shumë, edhe në vendet e Europës ka kushte sigurie, privatësie shumë të lartë. Menojeni tani në një vend si Shqipëria, ku politikanët porosisin vrasje, gjyqtarët porosisin vrasje, mbyllën çështje duke pagu lekë, kujton gjithë i kanë dorë gjitha. Ti lihet siguria ndor një kompanie që s'ka lidhje fare me vendet anëtare të NATO-s me sigurinë. Pra, një përgjim special për çdo person shqiptar, për çdo shqiptar. Çfarë të merri, edhe i kanë marrë, i kanë importu, kjo shkon deri në 140 milion, po 118 milion dollar herë janë kështu të sigurta që ne i kemi pagu këtij tropit që ka shku Rama e ka taku sot. I takon si kështu, si shok, si privat, se normalisht i hapësh $118 milion një robi që s'dihet kush është e qa është, e qa të bëjnë lejë propagandë qa thot ajo nga Emiratet, nga Abu Dhabi, i kanë bëjë investime këtu, kanë bëjë investime aty, janë si puna labarit, që vjen e investon në përvene falimentume dhe në përvene që qeverisën nga mafioz, si puna këtij toni. Ku ka shku në Serbi, vjen këtu, shkon në për këto vende. Pra, që ta përmbyllim, në një sallë gjyqi në Britaninë e Madhe, një shqiptar deklaron që në Shqipëri çështjet mund t'i mbyllësh me para, unë nuk shkoj në Shqipëri, m'jepni azil këtu, se ja kam dhënë dëshmin drejtësisë shqiptare, nuk e ka marrë parasysh, dhe ka hedh fjalë, qoftë edhe shpifje, qoftë e pavërtet, ka thënë që unë kam prova që kryeministri dhe ministri i brendshëm bëjnë porosi vrasje. Zot na ruaj, inshallah nuk është e vërtetë. Tjetra, SPAK-u ka hesht, drejtësia shqiptare ka hesht, ashtu siç hesht sot që jep mundësinë Edi Ramës të shkojnë serbes në Abu Dhabi të takojnë biznesmen të cilëve u ka dhënë 118 milion euro nga taksat tona për projektin përgjus, është si sigurimi i shtetit, përgjus, edhe më i keq se sigurimi, se nuk mund të ishte në çdo vend, kjo është në çdo vend, për të përgju shqiptarët.
Kjo është edhe arsyeja që nuk ka më sondazhe nëpër media se sa e ka besueshmërinë Spaku. Bëj ndonjëherë këto mediat që kanë kunj me Ramën, kishte bëj dita ABC-ja, edhe e dilte që kishte rënë çik besueshmëria e qeverisë, më duket se bën ndonjëherë i bësh presion Ramës siç duket ata. Por ke barometri i dashur që i plaste lajmin, gjitha mediat e bote barometra e ishte siç duket ishte një projekt i Spakut ose këtyre ndërkombëtarëve, edhe paguajnë lek ata dhe bëhen fake. Sepse shqiptarët e dinë që në gjykat do 10 vjet marrosh i çështje për i pronë, për i hall personal, do janë 3-4 vjet ndahesh nga gruaja nëse ke problem ose nga burri. Pra të lejnë var, nuk bën dot as divorc. Jo më të zgjidhësh çështje të tjera. Dhe shpresoj shumë që ambasada britanike në Tiranë, ambasadori, kujtun kush është ai se kam iden fare, të ketë lexu lajmin te media e famshme britanike Daily Mail. Edhe të paktën të na kursejnë daljet në media, lau, reforma në drejtësia e kemi investuar, kujtun drejtë me birin, me shprehjen e famshme që them unë. Se më tha një çaj është që drejtë me të birin, drejtë është ai i madh i fare, në bitë drejtë gjithë këta poshtë. Kjo është Shqipëria sot, kjo është drejtësia, kjo është siguria jonë. Zero me bisht. Na rujt Zoti, ju rujt Zoti. Ju që jeni në Angli, verifikojeni këtë që po them unë, që thash, futeni ke Daily Mail, kërkojeni anglisht, lexojeni fjalë për fjalë, nëse gënjej unë, hajdeni këtu, komentoni, më thoni që kam gënjur. Por do bën edhe një ballafaqim faktesh, do e shihni a është dhënë media shqiptare kështu, mos siç është botuar te Daily Mail apo jo. Edhe masni dhe ju besueshmërinë e kohës që harxhoni duke më ndjek mua. Me që jemi, bëni dhe subscribe dhe abonohu kanalit. Si për herë.